Cili është dallimi mes Kur'anit si fjala e Allahut, që thotë qala Allahu Teala, edhe hadithit kutsi ku e njëjta thotë qala Allah. Ka thënë Allahu i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si mundet me dallu një person? Tamam dispozita pastaj ky nuk është Kur'an, ky nuk lexohet, ato janë sekondare po themi kushtimisht. Hadithi Kurani edhe hadithi kutsi janë dyjat janë bazën e kanë prej Allahu xhaleshanu. Mirë po, Kurani është fjalë për fjalë prej Allahut, që është i obliguar Xhibrili me ia transmetu pejgamberit, edhe mu lexu çashtu siç ka thonë Allahu. Kul huwa Allahu ahad. Ç'kjo është Kurani? Pse Allah ka thonë çështu, na do të me praktikuar çështu dhe me lexu çështu. Ndërsa hadithi kutsi është esenca është prej anës Allahut, baza, domethënë Xhibrili i thot pejgamberit, për shembull për zon, Allah i thot xhaleshanu Xhibrilit, shko thuj Muhamedit porosi prej meje, që çështo le të bën. Dhe pejgamberi me oratorinë e tij që ka pas, nëpërmjet fjalive të tij e kumton atë mesazh Zotit me fjalët e tij, që nuk është i obliguar mi përmbajt fjalë për fjalë që aty në porosive që ka ardhur pe Xhibrilit alayhis salam. Përveç në disa raste kemi për shembull që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e citon hadithin kutsi që ka thonë Allahu. Për shembull, men aada li waliyan faqad adhantu bil harb. Kush më armiqson një dashamir temin, e armiqsoj dhon ato. Kjo është fjala e Allahut, hadith kutsi. Kështu Allahu pejgamberi ka cituar që ka thonë Allahu, pa ndryshim hiç, nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam. Mirë po, një pjesë e madhe haditheve kutsi janë për shembull përmbajnë fjalë që janë prej anës Allahut, origjinal, një pjesë prej tyre që janë formulimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Në anën tjetër ka hadithe kutsi që janë për shembull janë porositë e Zotit për vepra, që na do të mi bu ato, e ndërsa ajo mesazhi që është përçuar, domethënë është transmetuar prej anës Allahut xhaleshanu. Janë informime, lajme, si me vepru një vepër, apo sa një ibadet ka shpërblim, një gjuna sa mundet me pas dënim e kështu me radhë. Këto janë domethënë çka që është i jepet drejta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me manipulu nëpërmjet fjalëve të tij, ai me kumtu masës që çdo ai vet. Hadithet kutsi kutsi janë kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allah. Patjetër të përmendet aty se është ka thonë Allahu apo ka porosit Allahu. Për shembull apo transmetimit që kanë sahabët, sahabët. Për shembull Abdullah ibn Omeri transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se Allahu xhaleshanu ka thonë kështu. Por patjetër përmendet se Allahu ka thonë. Ndërsa në hadithet të rëndomta nuk përmendet Allahu. Thot Abdullah ibn Omeri thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë kështu. Përmendet Allahu. Edhe pse esenca e sunetit është edhe suneti është shpallje, po mirë, po nuk e ka statusin hadithit kutsi që është më strikt, që duhet më ju përmbajt disa porosive të Allahut, qofshin ato dispozita urdhërore apo ndaluese. Mirë, po hadithet janë domethënë çka, që janë prej e kanë bazën e shpalljen prej Allahut xhaleshanu, mirë po janë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thur pejgamberi me fjalitë e veta. E përmbajnë fjalë, vepra, pëlqime edhe aspekte domethënë të kreaturës tjetër moralit.